Noto Sondazhi, një kompani e njohur dhe e besueshme në fushën e kërkimeve dhe sondazheve, ka nënshkruar një marrëveshje me televizionin News 24 për realizimin e sondazheve të rëndësishme lidhur me zgjedhjet, si në nivel kombëtar, ashtu edhe në qytetet kryesore të Shqipërisë. Ky partneritet ka për qëllim ofrimin e rezultateve të sakta dhe të besueshme për opinionin publik, duke u mbështetur në ekspertizën e Noto Sondazhi, e cila është një nga kompanitë më të njohura të sondazheve në Europë dhe në mbar botën. Noto Sondazhi ka një histori të gjatë si partneri i instituteve kërkimore të rëndësishme dhe ofron këshilla të vlerësuara për shumë shtete dhe organizata. Kompania është njohur gjithashtu për sondazhet e saj të besueshme për zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe zgjedhjet e tjera kombëtare. Ajo ka një përvojë të gjerë në ndjekjen e zhvillimeve politike në Itali dhe shumë vende të tjera, duke siguruar rezultate të sakta dhe profesionale. Noto Sondazhi gjithashtu është aktiv në mediat e njohura, duke publikuar rezultatet e sondazheve në Rajuno dhe duke qenë sondazhi kryesor i emisionit të njohur Porta a Porta. Përveç kësaj, Noto Sondazhi ka një njohuri të thellë të zhvillimeve politike në Shqipëri, çka e bën partnerin ideal për realizimin e sondazheve që reflektojnë realitetin dhe opinionin e qytetarëve shqiptar. Ky bashkëpunim me News 24 është një hap i rëndësishëm në ofrimin e informacionit të saktë dhe të besueshëm për publikun shqiptar, duke siguruar transparencë dhe pasqyrë të qartë mbi proceset zgjedhore. Sondazhet e kryera nga Noto Sondazhi janë të njohura për korrektësinë dhe saktësinë e tyre, duke i ofruar një mundësi të vlefshme qytetarëve për të kuptuar më mirë situatën politike dhe sociale në vend.